Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nërëvëzër të vazhdojmë edhe sot në këtë kohë para namazit të xhamas me disa këshilla dhe udhëzime për të përmirësuar jetën tonë, raportin me Zotin xhallahu ala, po edhe raportet tona mes vete. Kemi përmendur se në jetë njeriu për të përmbushur duhet që të jetë i kujdesshëm për disa çështje të rëndësishme. Dhe për që njëri përmbushur, për që njëri rahat, nuk mjafton vetëm mirëqenia sociale, ekonomike, por duhet edhe disa faktorë tjerë për ta bërë jetën përmbajtësore, të përmbushur dhe për t'i mundësuar njeriu një jetë rahate me kuptimin e rahatisë në këtë dunja. Andaj në pyetjen çka po mungon, kemi dhënë disa përgjigje që në këto përgjigje ka dhe sqarime që duhet t'i marrim parasysh dhe seriozisht, dhe këto që na mungojnë t'i inkuadrojmë jetën tonë që jetën të jetë më e kompletuar, më e përmbushur dhe ta kalojmë në frymën e asaj që e kërkojnë nga një Zoti i mëdhenuar. Në kuadër të kërkimit në këtë përgjigje që ka mungon, kemi përmendur edhe edukatën. Mungon edukata. Sot dhe në mungesën e edukatës padyshim që njerëzit pastaj nuk mund të kenë edhe raporte mira. Kur kemi filluar me folë për edukatën, kemi thënë se trajtimi i problemeve të edukatës fillon nga raporti me Zotin xhallahu ala. Edukata me Allahun, pastaj edukata me të dërguarin tonë Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe sot do të vazhdojmë tutje edhe me një nivel tjetër shoqëror të rëndësishëm, i cili vjen më njëherë pas besimit në Allahun te barekuhu ve teala dhe në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo që mungon gjithashtu të thonë edukata me prindrit, edukata me ata që janë sebeb, shkak që të jemi sot në jetën e kësaj bote. Të nderuar vëllezër, edukata me prindrit edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin tradicional gëzon një respekt, gëzon një pozitë të lartë, e që fatkeqësisht sot ka psuar ndryshime, rënje. Do në aspektin e jetës së përditshme të njerëzve, edhe në aspektin e kulturës që po fillon të dalë ngadalë, ndoshta me përvetësu dhe me përjashtu kulturën tonë që kemi pas me shekuj e kështu me radhë, në këtë drejtim ka psu edhe rënje respektin e prindërve. Nuk e gëzon sot prindi atë respekt, atë autoritet që ka pas në të kaluarën. A ka pas gabime në të kaluarën? Ka pas. Pa tjetër, po ato gabime duhet të përmirësohen, dhe për shkak të tyre të bie respekti dhe edukatën e prindit. Të ndërrozëm nëse i kthehemi fjalët e Allahut te barekuhu ve teala dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të habitemi se çfarë trajtimi ka bërë Allahu xhallahu ala çështës së prindërve. Nuk ka udhëzim mbi fytyrën e tokës që në këtë mënyrë e trajton çështjen e prindërve, edukatën dhe sjelljen karshi prindërve, pavarësisht a janë të gjallë apo të vdekur. Edukata e besimtarit karshi prindërve nuk është e ndëlidhur me periudhën e jetës së tyre, sa ata janë gjallë. Mirë po është e ndëlidhur me periudhën e jetës së tij, sa është ai gjallë. Për ai sa është gjallë fëmiu, pavarësisht çfarë moshe ka, ai ka udhëzime të vazhdueshme se si me i respektu dhe çfarë edukate duhet të ketë në raport me prindrit e tij. Andaj Islami na ka mësuar që ti respektojmë dhe që jemi të edukuar të sjellshëm karshi prindërve, të gjallë apo të vdekur. Nëse veç disa udhëzime kisha më i marrë nga fjala e Allahut te barekuhu te ala dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të bindemi se për çfarë
për çfarë vlere po flasim. Do të bindemi për çfarë pozite i ka Islami respekt dhe edukatës ndaj prindërve. Allahu te bareku ta thot në Kur'an: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i bëni shok atij e ndaj prindërve silluni mirë. Shikoni, së pari Allahu kërkon adhurimin, kërkon Allahu xhallahu ala besimin e te, me njëherë pas adhurimit dhe besimit në Allahu xhallahu ala vije respektin e prindërve. Më thonë, është nga çështjet madhore, është nga temat e epicendrës, është nga temat kryesore që besimtari duhet të mirret me to. Kur Allahu e radhit, do të thonë respektin e prindërve, edukimin apo edukatën që duhet ta kemi në raport me ta, me njëherë mas adhurimit, kjo është një shenjë e qartë se çfarë pozite ka edukata ndaj prindërve në Islam. Gjithashtu Allahu te bareku ve teala na udhëzon të ndëruar edhe në ajete tjera se si duhet të sillim me prindërit tanë, që disa nga ato do të trajtojmë në kuadër të pikave që i kemi para vetes. Dërsa në hadithe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të gjejmë udhëzime edhe më të detajzuara në raport me këtë temë, në raport me edukatën ndaj prindërve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka numëruar punët më të mira, në kryet e këtyre punëve ka thonë mirësjellja dhe kujdesi ndaj prindërve. Po edhe kur është pyet për mëkatet më të mëdha, që është mëkati më i madh, e ka përmendur shirkun, ti bësh Allahut shok në adhurim dhe të jesh i pasjellshëm, i paedukuar, të jesh domthonë jo si duhet në raport me prindërit e tu. Shikoj edhe këtu të mëkatet, edhe të punë të mira, domthonë çështja e prindërve është në top temat e Islamit, në kulmin e temave që besimtari duhet t'i ketë parasysh. Gjithashtu Muhamedi alayhi salatu të ndrodh vëllazër, shpesh herë ka marrë parasysh edhe ndjenjat e prindërve, edhe kur bëhet fjalë për disa obligime madhore, Një herë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thirrë për mobilizim, për shkak se ka qenë vendi në rrezik, edhe ka thirrë që të mobilizohen njerëzit edhe të rreshtohen për ta mbrojtur vendin, për të dalë armikut përballë. Nga sa dini se në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, derisa është stabilizuar shteti i pejgamberit alayhi salam, shpesh kanë pas betejë, lufta, nga se kanë tentuar me çdo mënyrë me asgjësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë tentuar me çdo mënyrë me eliminu në çdo mësim, çdo arritje, çdo sukses të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj shpesh ka pasur që të thirrë për mobilizim, që njerëz të rreshtohen edhe të dalin në mbrojtje. E me një rast ka ardhur një djalë i ri për të regjistruar, për të përgjigjë këtij mobilizimi, për të regjistruar në listën e ushtarëve. E ati ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A hayyun walidak?" Ai ki gjallë prindrit. Ai djalë i ka ardhur më regjistru, më shku në luftë. E i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A i ki gjallë prindrit?" Ka thonë po. Ka thonë: "Fa fihi ma fajahid." Shka atje edhe atje ki betejën tonë. Kujdesi jot për ta dhe edukatën e tyne është lufta jote. Nuk kemi nevojë të marr milion prindrit vetë, nga se ka qenë djalë i vetëm, e prindi ka pasë të shtyrë në moshë, nësa e kështë me shku në luftë, kështë me metë ata dy pleq pa për kujdesje. E pejgamberi nëse ka marrë në luftë, po e kalon me u kujdes për prindët e tij. Shikoni çfarë niveli domthonë e ka sjellë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kujdesin ndaj prindërve, veçanërisht në kohën kur ata kanë nevojë shumë për kujdesje edhe për shërbim. Gjithashtu të ndërmjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast u tregonte shokëve të tij një ngjarje nga e kaluara. Shpesh pejgamberi sa i ka rrëfyer shokëve të tij ngjarje nga e kaluara, që kanë ndodhur për një me ato raste e që janë shumë dobipruese, kanë mësime të shumta ato. Do qysh Allahu te barë i ka ndihmu diku, që Allah xhallahu ala e ka shpëlyt dikën, e ka fal dikën, po e ka dënuar dikën, që na më marr mësim. Nga se muslimani duhet të marrë mësim nga historia, me marrë mësim nga ngjarjet, me marrë mësim nga përvojat. Jo me harru historinë, jo me harru të kaluarën. Duhet të marrë mësim nga gjitha këto. Andaj pejgamberi shpesh u ka rrëfyer shokëve të tij rrëfime nga e kaluara, që ata me marrë mësim.
Me një rast po rrëfen rastin dhe një ngjarje interesante të tre shokëve që kanë dalë në mal për punët e tyne. Dhe duke i kry punët e tyne në mal, ka fillu një rrebesh i madh i shiut me ra. Edhe ata për mustru nga shiu futën me një shpellë. Mirë po, duke qëndruar në shpellë, nga maja të atje rrokullis një shkamb i madh. Për shkak se tu rashi, tokën e ka bërë, domthon të baltosur dhe ka fillu gurt me ra. E një shkëmb i madh duke rrokullis ka ra dhe e ka mbyll derën e shpellës së tyre. Kur është ndalë shiu, kanë tentuar me hap, s'ka mundësi atë. Aq fort është ngjit shkëmbi për derën e shpellës, saqë domethënë ka qenë e pamundshme këta me forcat e tyre të brendshme me hap derën. Kanë tentuar mënyra të ndryshme, tenton me këtë mënyrë e pamundshme është. Dhe janë dorëzuar. Janë dorëzuar me bindje se kanë me vdek. S'ka dalje, qysh me komuniku me botën e jashtme e pamundshme, s'ka mënyrë të komunikimit, janë mal mbyllur dhe dorëzohen për vdekje. Njëri prej tyre në këtë moment thot: "O burra, s'ta kamet nga forca e kurrgjë. Po lutim Zotin xhallahu ala, ndoshta Zoti na boqara atë. Ai është i fuqishëm, Allahu ka mundësi këtë burri me largu. Po lutim Allahun e mënduar që ai të na largon këtë burri. Mirë po, secili për juve le të përmend veprën më të mirë që e ka bën një vet, ndoshta për hatër të asaj pune Allahu xhallahu ala na e largon burrin, na e largon këtë shkëm." Edhe fillojnë, pranojnë që ka më tjetër, zgjidhja e fundit. Ngritet i pari dhe thot: "O Allah, bëndo, o Zot i gjithësisë, thot unë i kom pas dy prind, edhe kom pas bakti që i kam nxjerrë në kullosa. Sërëm këty natën, i kom mjell baktin, dhe së pari kom jep qumsht me pi prindërve, pastaj gruas dhe fëmijëve. Mas pari ata kanë pi tani tjerë, të kanë qenë të vjetër ata. Thot një natë, ju më vënu se disa baktim kanë ikë, e duke i mbledhë, duke shku mi gjetë ku janë, dhe se ku jam këty vonë, prindit kishin ranë gjumë, i kanë zonë gjumë. Thot, unë ju mësu që aty në mas pari mi dhënë. Thot, e kum pas qumshtin dorë, thot, edhe për hatër tonën, se ti na ke mësu me i respektu prind, kum najt ta natën kom, kur të del gjumë, me o jep e pi qumsht. Se më s'poqohen nga gjumë në gjysë natë, të etër, e unë në gjumë s'ka kush jep qumsht me pi jepën. Thot, diri se janë gjumë për gjumët, thot, si kum jep kërkujt para tyne, do kum jep qumsht me pi, kur në qupi gjumit, ka gjysa natës, kur ka dal gjumi, kënë kom të nejtë, të prit kur po qomë më jep qumsht me pi jepën. Ato Zot nëse kum bo për hatër të që të punë, në alërën këtë shka mbatër. Më në bëqare, edhe, thot pejgamberi sasërëm, ka leviz shkëmbi nga vendi i ti. Do në ka fillu Allahu Gjallahu mi dhonë shaja se, nëse që kështu më lutni, une, ja u largoj pengesat. Është viti dyti i treti, kjo është ti me gatë, pastaj po me rëndësirë se i pari, është lut me lutjen që ka qenë në boshtin e saj, respekt ndaj prindërve. Dhe Allahu te vartë i ka dhënë shaj se, respekt ndaj prindërve dhe edukata e mirë dhe tyne, realisht edhe njeriut i bën zgjidhjen e kësaj bote. Edhe i jep sukses, edhe i hap udhë për arritjet shumë të në këtë dunja. Si kur sa dhe kundër atë ndonëzër, një që i shkel prindet, nuk respektan, i lëndan, nuk ka mundësi me kun i sukses shumë dunja dhe nëse vinë në majet e pozitave të saktuara. Nga se ka dërshtu në provimin më kryesor tjetër, sa ajo është provimi i prindërve të tij dhe provimi i familjes së tij. Prandaj shumë hadithe ka që flasin se çfarë rëndësie ka respekt ndaj prindërve në Islam. Të ndërrozër, çka nuk kupton me respektu prindërit? Çka nuk kupton domthonë me qenë të edukuar karshi prindërve? Nuk kupton domthonë mas pari komunikimin e mirë, fjalën e mirë, me di ç'sh me fol me ta, me di ç'sh me i thirr. Sot dëgjojmë domthonë forma ndryshme që nuk tregojnë edukatën apo me prindin, me thirr me emën, hey, e kështu me radhë, këto si është shprehje që me prindin. Kemi shprehje të bukura që me to ti komunikon me babën e me nonën. Nuk ka emën më i bukur se emri nonë, se emri babë. Emën bukur janë këta. Emën që tregon realisht edukatën, emën që tregon realisht raportin, njerëzillëkun.
besimin në Allahun te bareke ve teala. Prandaj thirrja atyne, komunikimi me ta, qysh folti me ta. Prandaj Allah xhallahu ala tha: "Wala tanharhuma", mos i refuzo, mos i qërta, mos fol keq me ta, "Wala takun lahuma uffin", madje as uff mos u thuj, nëse ata kanë kërkesë ndaj teje. Shiko, asnjë revolt minimale, uff me thonë është e ndaluar. Besimtari duhet me zell me u përgjigj thirrjeve dhe kërkesave të prindit të tij. Prandaj nga edukata është komunikimi i dur, thirrja me emrat më të bukur, apo fjalët më të mira me i përzgjedh kur fol me prindin. Toni tjetë i ult, toni tjetë normal me prindit, jo toni ngrit, jo zoni ngritur, larg asaj, nuk van. Nga se kjo është mungesë e edukatës me prindin. Gjithashtu nga edukata me prind është i përgjigjemi kërkesave të tyre, thirrjeve të tyre. Kur thirren mi u përgjigj. Madje krejt çka kimi i lënë, pas diçka që është domosdoshme, kuptim të rrezikut, po ndyshe gjitha me i lënë e mi u përgjigj prindit. Thirrjes së tij mi u përgjigj. Sot për shembull e thirr telefon, e sheh që është baba, e sheh që është nona, haj se ka vakt, kush e di tash diçka po lipi meje, s'kam vakt. Është edukat kjo. Nuk është edukat me lënë prind me prit disi ti kën qefet e tua atje, e kafet e tua tani në fund më thirr nonën e babën, më kishe pa thirr valla atë. Jo valla, edukat është më herë, krejt çka ka urna, apo dy diçka, a duhet diçka. Ç'kjo është? Pas mush me kondi ku se keni diçka, nuk po flas për raste jashtëzakonshme, por në raste normale të zakonshme, besimtari i përgjigjet më njëherë. Nëse ka mundësi mendjen me shku, shka, nëse do të fal, a bën pak më vonë, kërkon falje, kërkon leje. Që kjo është sjellja e duhur, me u përgjigj thirrjeve, edhe me i zbatu kërkesat e tyne. Kanë kërkesa caktuar, duhet me i zbatu ato kërkesa. Përveç me një rast, besimtari është e arsyetuar atëherë kur kërkesa e prindit bie ndeshme udhëzimet e Allahut te bareke ve teala. Për shembull, me thonë, fatkeqësisht mund më ndodh, nga çfarë po ndodh, nuk ish dashur më ndodh, por fatkeqësisht ndodh për shembull që prindi më i thon djalit për hatër të bukës që e ke hangër për meje, le namazin. Qysh me lën namazin vëllai? Pse pia kthen bukën që e ke dhënë, rrezikun që Allah ta ka dhënë, apo me lën namazin apo? Ose mos shkon në xhami, ose bën e këtë keqe, apo ose hajde në këtë vend ku ka haram, s'mundesh me shku aty apo? Në këtë rast, besimtari, nëse nuk e zbaton kërkesën, nuk është mungesë e edukatës, nga se edukata në raport me Allahun është primare. Mirë, po edhe në këtë rast, duhet jetë edukuar në arsyetim. Falë, po më keq, çka do koftë kisha kry, po kjo është çështë që i bëj Zoti gjuna, nuk guxoj. Nga sa ai Zot që më ka thonë me respektu, ai Zot po më thot me bën ndryshe apo. Andaj edhe në refuzim duhet të jesh i butë, i këndshëm, i sjellshëm, i kujdesshëm, që mos me i lëndu dhe me tentu maksimalisht që ata me të mirë kuptu. Edhe kur bëhet fjalë për një shkelje, për ndryshe jashtë kësaj, besimtari ka obligim për aq sa ka mundësi ti përgjigjet kërkesave të prindit apo. Andaj kjo është nga edukata me prind, kjo është nga respekti e prindërve apo. Përmbushja e obligimeve dhe kërkesave materiale. Mos me lënë me e keq, nëse janë bashkë ose nëse janë bashkë, se prindëron dom për shembull, për arsye të caktuara, atëherë më kujdes, ai kanë punë mirë, a kanë tyre të mjaftueshme që i përmbushin kërkesat e tyre, jo për shembull fëmia me jetu në luks, në rahati, në pushime, shëndetje të dhëshme, dhe ndoshta prindi është në borxhe, ndoshta prindi ka telashe shëndetësore, nuk ka mundësi me i përmbush kërkesat minimale të hapave që i duhen për shëndetjen e tij kështu. Kjo nuk ka rregull, kjo nuk është absolutisht humane e mos them islame. Besimtari të kujdeset për shëndetin e tyre, kujdeset për venbatin e tyre, kujdeset për rahatin e tyre, për gjithçka që ata të jenë sa më radh e sa më mirë. Kjo është nga edukata, kjo është nga respekti ndaj prindërve. Nga edukata ndaj prindërve dhe nga respekti është me respektu edhe farefisin që të lidh përmes prindërve, qoftë nga ana e babës, qoftë nga ana e nonës. Me respektu vllaun, motrën, babës që janë agje halla jote. Me respektu vllaun, motrën e nonës që janë daja e tezja jote. E kështu me radhë, me majtë lidhje farefistore. Nga se respekti në prindër është me respektu edhe familjen, me respektu të tjerë, edhe pse ata janë të afërmit e tu, por në radhë parë
respekti është për shkak të prindërve, pastaj për shkak se edhe ki të afërm, qoftë të gjakut apo qoftë nga ana e afërsisë, sikurse thash është ana e nonës apo. Prandaj kujdesi për raportet familjare, kujdesi për raportet farefisnore është nga kujdesi për prindit apo. Gjithashtu ndërkohë nga respekti për prindë është me i gëzu vazhdimisht, me dhënë lajme të mira. Prandaj nxënësi në shkollë duhet me mësu pse i duhet shkolla, duhet me mësu pse i duhet nesër puna, duhet me mësu për shkak se pa mësim nuk ka perspektivë, por e duhet me mësu gjithashtu për me i gëzu prindin. Dallon me shku prindin me një fletore ku e ke mushme nota të mira, ose kur shkon në mbledh prindëve me ndëgju fjalë të mira për ty, edhe dallon me shku edhe me u turpru nesër para prindëve për shkak të sjelljeve ose të mësimit të fëmijët e tij. Dallon ato. Ose kudo qoftë tjetër. Domthon sjellja jote, raportit me të tjerët, kujdesi jot me të tjerët, me gëzu prindin ato. Gëzimi i zemrës së prindit është adhurim, është sevap tek Allahu te barekutaala. Me ja gëzu zemrën prindit ki shpëlim. Dhe me ja lëndu zemrën prindit dhe me i dhënu ki dënim tek Allahu te barekutaala. Ne gjitha këto janë pjesë të respektit dhe kujdesit për prindit. E shumë të tjera që kanë bëjnë me periudhën se janë të gjallë. Por e kur të vdesin të ndërlozër, duhet kujdes i madh. Duhet që realisht fëmiu të jetë i pari që kujdeset për prindit edhe në moment e vdekjes. Edhe kur vdes, është ai që i merr përsi për gjitha ato obligime që kanë të bëjnë me vorosje, me ceremoni, me të pamën e kështu me radhë. Fëmiu i tij do këto punë me krykejt. Na dëgjojmë nga njëra në vendet e tjera fatkeqësisht që ka raste kur fëmiu s'ka kohë, është në punë, edhe autorizon kompanimja varos prindin se unë s'kam kohë marr. Çfarë jetë është kjo kur s'ki vakt për prind, 10 minuta me varos bile, s'ke mujt me gëzu sokun e gjallë, bile s'paku varose për zdekurit për dignitet e kështë më radhë. Nuk di të rastet e na, Allah në rujt me pas, po shpesoj që kur mos vinë rastet tila, kur njëri nuk mund me gjithë kohë për prind vetë, s'paku një të pa me mja majtë, ose një varëm mja botë të digniteshëm që shduhet ato. Me prit dikon që shduhet, që njerëz me thonë, lumi aj që kalon dikon mas vete që jamon kësi pama, se ka kush me shku, se ka kush bën dua për ta, ose ka kush fal gjenaze për ta e kështë më radhë. Pastaj nga respekti për prindin e vdekur është që me ja përhap mirat, me fol mirë për ta, na ka këshyr, na ka majt, ka sakrifikuar kështu më radhë. Ne ka dëgjojmë fatkeqësisht fjalë jo të mira për prindin, s'ka punu sa duhet, s'na i kalon shtëpi, s'na kalon tokë, s'na kalon kështu. Me pa mujt i ke shton krejt, po s'ka mujt. Se s'ka pret që ka çef me lon fëmin keq, në esencë. Andaj të ndërozur me fol mirë për ta, me u përhap, domethënë të mirat e tyre, me bëu dua për ta, me dhon sadaka për ta, me ndihmu dikon për ta, me bëu vepra të mira për ta, çfarë do qofshin ato e kështu me radhë. Gjitha këto janë nga edukata dhe mirësia për prindit. Pejgamberi më ka përmendur këtë duhet ta përmbyllim nga se kjo është shumë domethënë se të ndërozur. I lumë ai që lën një fëmijë të këtill pas veti. E na mos thotë që ne të kemi fëmijë që kështu ti kemi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri ka vdekur dhe pastaj Allah ka vendosur me një pozitë në ahiret. E ai në vazhdimsi ka lëviz nga pozita, do ka qenë në një pozitë caktuar, pastaj vazhdimisht është ngrit. Ai ka thënë Allahu te barek, o Zot, unë s'jam të bëj punë mira mua, fletura më mshël. Pse po ngritem? Çfarë po ndodh? Allahu xhallahu i thotë, ke lënë fëmijë pas veti që bën për ty falje edhe jep sadaka. Ti ke lënë pas veti fëmijë, o Zot, falja babës tan, falja nënës tan. E për shkak duas së fëmijës ti po ngritesh. Por në edhe kur des, ja shehari fëmijët, limo kësaj e gjallë apo. E ç'ky është mi i hari, ç'ky është mi i dur, ç'ky është mi i edukuar, ç'është duhet, ku prindi i tij është i gëzuar me të edhe i gjallë edhe i vdekur. Andaj të ndërrozur, kjo edukat duhet të kultivohet, këto mësime duhet të përhapen, të shpërndahen. Ky mirëkuptim, ky komunikim duhet të jetë ai që e dominon familjen dhe shoqërinë tonë. Andaj kjo është edukata që na mëson Islami në pika të përgjithshme, sepse ka shumë detaje që mund të thuhen këtu përmesoj që kjo që përmend është mjaftueshme për treguar se sa duhet të kujdesim në raport me prindit tonë, me fjalë të mira, me sjellje të mira, me dhurata, me kujdes, me mbikëqyrje, me raporte familjare e tjera nga ato që i përmenda. Allahu xhallahu ala u dha shëndet prindve tanë të gjallë, e të vdekurve Allahu te barek ve taala u dha xhenetin. Na bashkoft Allahu së bashku me ta në xhenet e na mundësoj që të jemi të kujdesshëm e të edukuar të sjellshëm në raport me ta, pavarësisht a janë të gjallë apo janë të vdekur. Me kaq për këtë pjesë Zoti ju shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira.